Aliaj, po funksionon qasja diplomatike e zotit Trump nuk po flasë për mënyrën, por rezultatit. Duket që po jep rezultat në shumë pikat të nxehta të globit. Po, ne I përmendëm dy pikat të nxehta, të cilat janë Kambodja dhe Tajlanda, Ruanda dhe Kongo, por duhet përmendim këtu edhe mas 2 vitish e disa muajsh mbylljen e luftës në Gaza, pra e para, jo vetëm mbylljen, por edhe largimin e një organizate terroriste si që ishte Hamasi. Pra se duhet I shohim gjërat pak se si lindi kriza në Gaza. Pra duhet jemi pak më të detajuar, them. Pra, unë shoh që ka efikasitet. Normal, se disa mund thonë, po jo, po Donald Trump tha që unë do e mbyll krizën Ukrainës në 24 orë. Kjo është një pikë shumë e vështirë, besoj, dhe do jetë një nga çështjet më të vështira edhe për vitin 2026.